Jemi kthyer me njerë pas komentimit me intervistat, fillimisht me trajnerin Ravecit. Coach, a loss, but you came back in the second half. You had your moments, especially for 3 points. What can you tell me? You were frustrated with your players, I think, from during the game. What can you tell us more about this game? Congratulations for Trepča for win. I think we played good this game, except first quarter. We start very bad in this game, but we let him too much offensive rebound and too much fast break points. We received, I think, 19 points from second chance. We play good. I think 40 minutes. We come the -4 in the last 2 minutes, but Thomas injured, McLeod also, they have some small problem, but we will continue to work to prepare for the next challenge. When you mentioned McLeod, do you have any information now, since he was a significant player for your team? Yes, he's a very important player for us. I think he's not serious, but we will see from tomorrow how will be with him. Also, the Thomases, they have some problem, but I think they will be ready for the next match with Yili. Thank you, coach. Good luck. Ishim me trajnerin e Ravecit, pra trajner që e pranoj se lejuan sidomos rikuperimin e topa për ribandeve goxha në qerekun e parë posaçërisht arritën të kthejnë Ravecin në pjesën e dytë, megjithatë ishte pak vonë pasi arritën Trepča mbani ritmin e tyre. Sa i përket ishte rëndësishme ta pyesnim edhe për McLeod, një lëndim që u duk se e mori drejt fundit të takimit. Trajneri tha se duket se nuk është një lëndim serioz dhe pritet të jetë i gatshëm për takimin e radhës. E në vazhdim presim edhe nga tabori i skuadrës Trepçës. Another win, another pak shako edhe në fillim, një tjetër fitore për skuadrën e Trepçës. Para një serie që keni tani, isha duke shikuar orarin, goxha ndeshjet vështira ku 4 prej 5 prej takimeve të radhës që keni me skuadrat që llogaritën në derbi, i keni në udhëtim. Ishit favorit për këtë takim, por në pjesën e dytë lejua sigur Ravecin, sidomos në gjuajtjet nga distanca që të afrohen pak në rezultat, cilat janë përshtypjet e skuadrës për trajnerit që do të flisë normalisht në emën ti. Loja u konë zvet nga ana e jonë, ka mungu agresivitetin mbrojtje, edhe kur të elen Ravecin të e ditë këto prurjet e reja janë shumë të mirë individualisht lojtarët, kështu që ajo ka mungu të lojtë të e di që kemë finalen të mërkurën, janë pak të shtira, edhe mi motivu lojtarë që është menja fokusit e finalja, po fitore është e rëndësishme, kështu që... Nëse dikush ishte i fokusuar ishte veterani Hajrizi që ka qenë jashtëzakonshëm sonte. Nuk po të mbaj më shumë, faleminderit, suksesën në ndeshjet e ardhshme. Ishim edhe me taborin e Trepçës, pak nisëm me shaka në fillim, por pra Trepça shkon drejt play-offit pak nga pak kur ka mbetur edhe 7 xhiro të koncentruar tani në finalen e të mërkurës, siç u tha edhe nga ana e asistentit, por e rëndësishme që do të shohim në këto takimet e radhës se sa do të jenë të gatshëm Trepça kur të futemi në fazën përfundimtare që ta mbajnë këtë momentum të fitoreve dhe pozitën e parë në tabelit. Thash marr parasysh që i kanë 4 prej 5 takime të radhës si musafir. Kishte tëra nga minatori deri herën tjetër, mirë dhe mirëmbëjtje.